Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të dashur vëllezër, kemi përsëritur shpesh në ligjëratat tona që shtyllat e Islamit që Zoti i ka përcaktuar për muslimanët, për robët e tij të sinqert, secila prej tyre ka një synim madhor ose shumë synime, po secila prej tyre ka synime të cilat janë shumë të rëndësishme për jetën e besimtarit. Për këtë arsye janë quajtur rukn, janë quajtur shtylla, që faktikisht e mbajnë jetën e njerëzit me vazhdu dhe me hezën tokë në formë më të mirë të mundshme. Njeriu pa u mbajt në diçka nuk mund me jetu. Kështu janë edhe shtyllat e Islamit për besimtarin. E mbajnë ekuilibrin e tij në jetë, që nëse nuk i ka ato, nuk ka mundësi me qenë i drejtë. Vazhdimisht ka me qenë i shtrembër dhe vazhdimisht ka me anu në gjëra që nuk janë dobishme për ta. Shtyllat e imanit kanë të bëjnë me zemrën e tij brenda, secila prej tyre ka të bëjë me bindjen. Shtyllat e Islamit e shtin me dhënë praktik. Çat bindje që e ka, me fillu me e paraqit edhe me publiku edhe me shfaq edhe me tregu para tjerëve se unë jam rob i Zotit përmes shtyllave të Islamit. Secila prej shtyllave, normalisht namazi është kryesorja mas shahadetit, me po secila prej shtyllave, nëse e marrim në aspektin e përgjithshëm, e luan një rol që nuk e luan tjetra. E ka një ndikim që nuk e ka tjetra. Për arsye se kjo faktikisht është një lloj plotësimi pastaj i personalitetit besimtarit. Sa më shumë që mund me i përthoku, me i përmbush, me ia caktu Zoti me përmbush edhe zakatin, me përmbush 5 shtyllat, ai çaq më shumë plotësohet edhe përkryhet si njeri. Edhe çaq më shumë mund me qenë në këtë ekuilibrin që Zoti e kërkon për ta në këtë dynjë. Nëse i marrim secilin prej këtyre shtyllave, pasi që jena të folë edhe për haxhin edhe është një çështje meditimi rreth haxhit, nëse i marrim secilin prej këtyre shtyllave, e shohim se drejt për drejt e ka një kuptim që shihet edhe vrehet qartë. Namazi po dihet, lidhja me Zotin, largimi nga çështjet e kësaj dynjaje, përkulja, nënshtrimi e kështu me radhë. Agjerimi dihet, dhe më përveç që arrin devotshmërinë përmes uritjes edhe faktikisht stopimit, abstenimit nga gjërat joshse të kësaj bote, po ashtu edhe fillon me ndje edhe nevojën tonë që ki për me qenë ma i njerëzishëm, ma solidar, ma komunikativ me tjerë, ma ndihmëtar ndaj tjerëve kështu me radhë. Zakati po dihet mo, është e qartë që është ndihmë për njerëzit, edhe ana solidare e zakatit është çështje mu e dukshme. Haxhi, sipas disa dietarëve, nëse e këshirin në çet aspekt, mu mundu me nxjerr diçka drejt për drejt, është mas pakti që ka mundësi me nxjerr njëri prej tij diçka të drejt për drejt që është nxjerr prej këtyre shtyllave tjera. Për këtë arsye është ritual i veçantë, të cilën e bëjnë besimtarët, muslimanët, me një vend të caktuar, me një kohë të caktuar, në formë të caktuar, mënyrë dhe rregullore e cila është e përcaktuar. Dhe shumë për ritualeve të tina, pastaj do vim inshallah te kjo pikë, shumë për ritualeve të haxhit janë ndoshta edhe të pa akceptueshme dhe pa kuptueshme në aspektin logjik të njerit. Por që normalisht e kanë një logjik tjetër që besimtari duhet me pas parasysh. Kur ishim na tash në haxh me vllaznit, e patëm një pyetje gjatë ligjëratës. Thash, pse Allahu e ka bërë haxhin vetëm një herë në jetë? Normalisht se përgjigja fillestare pe secilit ka me qenë se për arsye se është larg. Edhe Zoti nuk ka desht me i ngarku njerëzit për me shku, për arsye se kanë vështirë me shku për shkak shëndetit ose pasurisë ose rrugës e kështu me radhë. Kjo është një prej përgjigjeve. Përgjigja esenciale nuk është kjo. Nuk është fillestare, parimore.
E para, nuk është kjo. Këto mund me konë përgjigje e dyta, edhe treta, dhe katërta. E para është dashur vëllazni, se Allahu e ka ditë që ai person që e kupton haxhin i mjafton tani jetën me kujtu haxhin. Një herë bën haxhin, edhe gjithë jetën kemi vjedh të mirat e haxhit. Nëse ke kuptuar tamam ç'është do të haxhin. Gjatë gjithë jetës kemi përjetuar haxhin në jetën tonë. Gjatë gjithë jetës kemi pas mësime pe haxhit në jetën tonë. Gjatë gjithë jetës kemi pas kujtime, gjatë gjithë jetës kemi pasur ëndra të haxhit. Edhe nëse kalon 10 vjet, 20 vjet, 50 hala kemi pa ëndra në haxh. Nashi nuk shef ëndra në Ramazan, as namaz, apo haxhin kemi pa ëndër. Për arsye se është ritual që nëse e bën njëri një herë ç'është dohet, ka me shoqëru gjatë gjithë jetës. S'ka më do vetina. Pse po e them këtë do të vazhdi? Për arsye se Zoti ka mujt me thonë, nuk ka është obligim çdo vjet për ata që ka smujnë. Kurse për ata që ka mujnë është obligim çdo vjet. Pa ka mujt me thonë Zoti, ka mujt banorët e Mekës kishin mujt çdo vjet me bëhaxhin. Ato që kanë prokolla afër kishin mujt çdo vjet. Pasunik që udhtojnë kishin mujt çdo vjet me bëhaxhin. Andaj esenca pse Allahu e ka bërë që haxhi të jetë një herë është për shkak ndikimit të madh që ka haxhi në jetën e njerit. Në jetën e besimtarit, në jetën e zemrës gjallë. Ka as ndikim të madh saqë me vite nuk shlyhet. Me vite i është e freskët. Mendimi, kujtimi i haxhit, të mirat që i ke marrë për haxhit, mësimet që i ke marrë me vite rrin të freskëta. Dhe unë e përmena Medine, kur ishim të bëjmë këtë ligjërat, e përmena thash, sidomos plesh që kanë qenë besimtarë të mirë, që kanë shkuar në haxh dhe kanë shpresuar tani jetën me shkuar në haxh, ata kur ja kanë nisë me të kallëzuar për haxh mbas 20 vjetë ka dukë që ka qenë dje. Mbas 20 vjetë, mbas 30 vjetë me të pas kallëzuar për haxh, ka dukë që ka qenë dje. Për arsye se tamam e ka përjetuar haxhin që ka kërkuar Zoti i tina. Që me qenë pastaj shoqëruesi i tij, shtylla e Islamit që është haxhi, me qenë shoqëruesi i tij mirë vazhdueshëm. Lidhje me temën e haxhit është normalisht. Haxhi është një simpozion botror. Është një lidhje speciale. Është sikur më thon Allahu njerëzve, delni pe shtëpive të juve, shkoni në shkretin edhe lutni Zotin se keni marruar për ndryshe. Delni, hekni pe lukset, hekni pe jetës, delni në shkretin, edhe thoni, o, Zot, a ka mundësi me na fal xhenamat. A ka mundësi dyqysh, na kina dalë që s'kina kur gjamë me veti, që i lam këtë. E lam me familje, me pasuri, veç e mërëm dishka shka patu mundësi me marrë me veti. Edhe a ka mundësi o Zot me arrit mëshirën tënde. Paramenone, në aspektin simbolik, figurativ të fjallës, me dorë të shkretinë edhe dikush një grumbull dhe njerëz dhe me janis me lutë Zotin. Si cili që kish mi pak, një thonë, Allah i ka mi përgjigjë të dhe. Pse? Sheve, pas kanë lënë ketë, pas kanë dalë për hirtë Allahot. Pas kanë dalë si këmë hundën, pa kur gjaheq. Vesh ve zemrat të tënë edhe me trupat të tënë edhe për lutin Zotin. Qështu është pamja e haxhit realitet. Qështu është pamja e haxhit realitet. Për këtë arsye, mësimet e haxhit janë ashtë mëdhaja, sa që kur i merë dhe i shet i librat dhe ligjërata që kanë folë dietarët dhe që kanë shku për haxhin, e shet që nuk ka mësime përfundu. Nuk ka mësime përfundu. Domthon ka dobi që kanë përmend dietarët prej haxhit që kanë nxjerr mësimet e haxhit, që ti ta më mëna që me ti bazon Allahi 1000 vjet ty mos ke shku me atë. Çat shumë që Allahu ka thënë bereqet përmes këtij, përmes këtij rituali, përmes kësaj shtylle. Për këtë arsye, jo rastisht Omeri radiallahu anhu ka thonë që ai që ka mundësi me bëhaxhin dhe nuk e bën, për mua ndesh të vdesin si krishter, ndesh të vdesin si jehudi, ndesh të vdesin si zarpatist. Së më duket çudi, në çfarë do forme që des, për arsye se e ka lënë një të mirë, të madhe, një shtyllë të madhe të Islamit, ja ka kthy shpinën tani s'dihet çfarë përfundimi ka me pas ai njeri. Ai që ka mundësi me kryej. Për shkak madhështisë që ka ky ritual. Nëse ne meditojmë pak haxhin pe largët ndoshta, me këshyr pak pe largët, i shet disa tema që janë tema boshte, tema kryesore në fenë tonë të pastër,
që manifestohen në haxh në formën më të mirë që ka mundësi. As namaz nuk manifestohen çështë. Edhe pse namazi është shtylla kryesore mas shahadet. As në ritual tjetër nuk manifestohen çështë. Sekon haxh. Në haxh dashur vllazni, për neve si muslimanë është shumë rëndësi me përmend ka sillme ditë e natë, kur çojmë pe gjumit edhe kur bim me fjet, në haxh manifestohet më së miri tauhidi. Ky është meditimi më i madh rreth haxhit. Krejt janë nis haxhi me tauhid, edhe vazhdon me tauhid, edhe përfundon me tauhid. Prej kur janë nis që hin ritual të haxhit, lebejk Allahu me lebejk, të përgjigjemi o Zot ty. Të përgjigjemi me vazhdueshme. Të përgjigjemi nga se ti nuk ki shok, as ortak. Falënderimi, sundimi takon ty nga se ti je i pashoq. Kjo është, si me thonë, ajo amblema edhe ajo motoja e haxhis gjatë gjithë haxhit. Janë nis me njëshmërinë të pastër ndaj Zotit. Kjo është bukuria e umetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një umet që e ka zgjedhur Allahu dhe Allahu ka qenë i kënaqur me fenë e tyre. Allahu ka qenë i kënaqur me fenë që ka zgjedhur, që ka kallëzuar Allahu në Kur'an në ajetin e fundit që ka zbrit, për ajeteve të fundit faktikisht, se nuk është bashkë i fundit, el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot e përsosa fenë time dhe përsosa periudhën tim që kom dërguar te ju, dhe me këtë e zgjodha dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë feja islame. Këtë thot Allahu. Këtë thot Allahu azza wa jall. E feja islame do të vllazni më së bukur i shihet në haxh. Krejt njerëzit në zë e madhrojnë Allahun. I bojnë telbia atij. Kthehen tek ai. E pastrojnë nga çdo emet që ka mundësi me invesh njerëzit. Edhe krejtojnë lebejk, Allahu me lebejk. Tash paramenoj atë pamin që e thash më herët. Paramenoj në aspektin apet po tham. Filmik, figurativ. Me doën shketinën me piskat, lebejk, Allahu me lebejk, lebejk, Allahu me lebejk. Madje sa më shumë që pisket, çaq më shumë e tregon që besën që jetë i Allahut Zotit. Madje ka thonë pejgamberi sa edhe gurt, edhe drut, edhe pemë kanë me dëshmu për ata që ka bën telbije në haxh. Ditën e gjykimit. Ka me thonë o Zot që kë, ta ka vënë besën ty, e këna një telbijen e ti. E kjo është, që është simpoziumi, mbledhja më e madhe e njerëzimit, rruzullin toksor, për me madhru Allahun. Këta nuk e gjenë asë kënë tjetër vllazni. Nuk e gjenë asë diçka që ka i përngjason. Nuk e gjenë asë diçka që ka ashte afërt me përngjasimin e saj. Ase afërt është. Për arsye se kjo nuk ka mundësi me ardhën për njerëzve. Njerëzit me i thirr me parë me të ardhur atje, me parë tim jo bërë nuk vinë. Kurse njerëzit prisin rënë me 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, edhe paguajnë parë të shumta veç me mujt me shku. Ka sa Allahu e ka caktuar çat vend për çdo adhurime madhore të cilat nuk përsëritën dikon tjetër, nuk ka mundësi me ndodhë dikon tjetër. Një umet i gjallë, sikur umeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, umeti islam, që mblidhen këtë bashk me një vend, edhe kallëzojnë tauhidin, njëshmërinë ndaj Allahut, ky umet nuk ka mundësi me vdek. S'ka mundësi me vdek. Po këtë arsye ka vëmend disa dietarëve një dobi që një muj mi boje me hecën në kohë, me marrë që dobi nuk ka shumë. Një muj. Me hecën në kohë, me marrë që dobi nuk ka shumë. Ka thonë pse para ditës kiametit, o pse para se me ndodh kiameti nuk ka më musliman tokë. Edhe pse ndodh kiameti duke qenë të vdekur gjithë muslimat. Pse nuk mbetet dikush i muslimanëve? Për arsye se esenca, arsyeja pse ekziston kjo tokë është për shkak se ka musliman ta. Ka njerëz që e madhrojnë Allahut. Arsyeja pse ekziston kjo tokë, që Allah e ka krijuar se ka njerëz që e madhrojnë Allahun, e bëjnë tauhid tamam ç'është dot. E njëshmirojnë, e njohin Zotin tamam ç'është dot. Momentin që hub që lloj njerëzve, s'ka nevojë me ekzistojë toka më. Se hub rolin e vet toka më. S'ka nevojë me ekzistojë. Edhe kjo është realitet. Kjo është realitet që na e dim hadithet sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
E tash muslimant për i kita veneve të botës. Edhe Ibrahimi kur e ka thirr, që ka thonë Allahu thirr Ibrahimit, pastaj zonin, unë e çaj. Ka thonë Allahu yetune min kulli fajjin amiq. Kanë me të përgjigjo Ibrahim. Zonit tënë që i ke thirr. Pika për cilat vene, për çdo thellësi të katuneve. Fund dënjos. Që ke kanë meni? Në zemrën e tyre kanë meni thirrjen e Ibrahimit alayhis salam dhe kanë ju përgjigj. Me ardhën në atë vend edhe me e shpall edhe një herë një shmëri ndaj Allahut. Sa Allahu është meritori për adhurim, ai është meritori për sëndim, atij i takon gjykimi, ai është Zoti jon, te ai drejtohemi e kështu me radhë. Kjo do shovazni na mëson praktikisht përmes haxhit që lidhja jonë me Allahun përmes tauhidit është lidhja më e rëndësishme në jetën tonë. Për këtë arsye dietarët kanë thonë, personi që i fal farzet edhe ka tauhidin mirë, edhe nëse bën gjënoa shpresohet te ai që ka me fal Allahu, pse? Se e ka esencën e fesë. Esencën e fesë, bindjen që çdo të me pas në Allahun e ka tamam çdo. Personi që nëse s'bën gjënoa, po nuk i ka tauhidin mirë, nuk e kena çat shpresë që Allahu e mëshiron për shkak se esenca i mungon. E dyta do të vllazni përmes me zgjat shumë. Përmes haxhit kuptohet roli më i rëndësishëm edhe më i drejti edhe më i miri i robit këtë dynjë. Me qenë robi i Allahut. Nuk ka pozitë më të madhe për robin se me qenë robi i Allahut. Dhe nuk ka pozitë më të keqe për robin se sa më mundu me dal jashtë kufive të Zotit edhe pse nuk mund me dal. Wallahi po duhet me gjuaj 7 gur. Po duhet me nejt mena. Çdo në Arafat me nejt, edhe pse është jashtë haremit Arafatit, po çto. Po duhet më nis natën, s'vam më nis para natës. Me nejt Muzdelife. Mi vesh ihrama. Tesha mos e pas mena tesha. 7 herë mos i rreth çapës, 7 herë me bëu sajnë edhe Marwan. Çdo adhurim që në realitet, që përmena në fillim që thash, realitet nuk ka një logjik njerëzore pse ka ardhur kështu. Po ka logjika e imanit ashtu të shka. Se janë dy logjika, logjika e njerëzve që i kanë kokë dhe logjika e imanit, që e kanë zemër. Logjika e imanit është më e madhe. E bën ti çështo për arsye se ti je robi i Allahut. Edhe haxhi ta jep ç't mundësi me kuptu që ti duhesh me qenë robi i Allahut gjatë gjithë jetës tënde. Allahu ka thonë çështo do të më bëj. Allahu ka thonë çështo mos më bëj, çështo do të mos e bëj. Kjo është pozita më e lartë dashur vllazni që na kena mundësi me arrit si njerëz. Njerëzit subhanallahu vinë këtë botë, nuk e din çish kanë ardhur. Nuk e din kur kanë me shku. Nuk e din ata çka e kanë durët e veta edhe sa e kanë. Edhe nuk e din ku kanë me përfundu. Edhe prapë mundohen më kallëzut pavarur. Prapë mundohen më kallëzun vetën e vetë, unë jam, s'kam nevojë për kërkanën. Unë jam i Zotit vetvetes. Unë i di vetë që të shqibaj, unë i di vetë që i rregulloj jetën teme. S'ka nevojë më marr dikush më tregu më jetën teme. Kurse asgjë nuk di më për vetën e vet. Në asnjë pikë nuk ka siguri për vetën e vet. Mi po shejtani vjen edhe i thot veç pak. Mos u bave kaq e doft. Kallzo pak më i fortë, kallzo pak më i guximshëm. Kallzo pak më vetvetja. Ki vetë besim vetën tënde. Edhe përmes këtyre rrymeve ndryshme që çarkullojnë në përbot dhe ideologjive ndryshme dhe filozofive, ai pastaj fillon me ndjenjë një farë lloj pavarësie ndaj Zotit. E ka një herë edhe muslimanët që janë praktikues, kanë herë mundohen më bë në sjelljet e tyre sikur që unë mirë jam, s'kam nevojë me pasën ku një farë caktimi, ku një farë kaderit keq, se mirë jam unë. Edhe ai çka të godet për Zotit, nëse e godet diçka i duket që demek sa diçka puna në rregull, se unë jam të bukur, unë e kem në rregull jam. Po diçka nuk ka në rregull, duhet me gjetë diçka.
Haxhi ta shtinë në kryqit mesele. Ti je robi Allahut. Edhe pozita më e madhe e robit Allahut është me nejtën te dera e Zotit. Edhe me ul kryt. Edhe me thonën, o Allah, çka të thësh ti mu, unë jam i gatshëm me bo. Çka të më i me bo, mirë. Çka nuk me bo, lehtësoma me bo, Zot. Mundësoma me bo nëse s'ko mujt me bo. Qështu është robi. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka zgjedhur me qenë robi i Zotit. Për arsye se kjo është pozita më e lartë që ka mundësi me mri njerin këtë dynjë. Kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo do me qenë zotri, apo do me qenë robi i Allahut. Jo, ka unë jam i dërguar dhe robi i Zotit. Nga se këtu bëhet dallimi mes Allahut edhe gjithë njerëzve të tjerë dhe gjithë krijesave të tjera. Pozita më e lartë e robit është me qenë rob. Çish me qenë rob? Çka të thojnë zotriu? Si mos jesh i dëgjueshëm ndaj zotrisë, nuk je rob i tina. Ai thotë çka që ashtu ti thoj apo shkon këton. Tani ai apo më thon çka është robi jam apo jo, sa robi jam, sa shtunguar. Sa shtunguar, më vonë që më bën po. En haç, na i ka thënë në haç o Allah, na i në robët të to. Na jena të gatshëm me të dorëzu ty, me këtë qenjen tonë, me këtë dijen tonë, me çdo gjë që të ordëron për arsye se ti je Zoti jonë, ti na ke kriju, ti e din më të mirën që ka mundësi dikush me sjell këtë botë e që është çdo herë prej teje dhe prej anës tonë. Për këtë arsye është e bukur që haxhit në haxh nuk vesin kur si pyetje, pse ashtu pse kështu. Pse zvesin? Se kur i ka vesh i hramat edhe ka shku në haxh u përgatit më konë rob i Zotit. Edhe e ka mo që të ndjenjë, që ajo është rob i Zotit edhe mo nuk hen ato tema hiç. Para mendon ata kishmi pas që të qasje, ku të themi masazhet. Për këtë arsye unë e përmenda edhe gjatë ligjëratave sa ishme atje. Telbia, fjala lebejk Allahumma lebejk, i thon, i bjen të përgjigjemi o Zot në vazhdimsi. Jo vesh një herë, po jena duke të përgjigj ty në mënyrë të vazhdueshme. Ti je Zoti jonë, na jena robët e to dhe na jena të gatshëm të përgjigj vazhdimisht ndaj urdhrave që ti i çon. E thash, shumë pi muslimanëve të hershëm, të parë, e kanë përdorur si shprehje edhe jashtë haxhit. Lebejk e Allah. Të përgjigjemi o Zot. Për shka? Kur i ka thonë dikush ka kallëzuar një urdhër Zotit në jetën e tij të përditshme. Pse e ka llogaritën si lloj përgjigje e vazhdueshme që do të me pas njëri ndaj Allahut. A dhe do të vazhdoni kjo pika e dytë është që është pika më e rëndësishme që njeriu e mëson përmes haxhit. Çështja e tretë është ajo që e zbukuron njeriu në këtë dynjë, e që pa ta prishet, edhe shëmtohet. Edukata. Allahu në fillim të ajeteve të haxhit thot fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kush e ka njëtë me haxhin, sa është në haxh, nuk ka me fol fjalë pa lidhje, as sjellje pa lidhje, edhe më u largu prej gjërave intime, mbas tani kuptimit të ajetit dhe mos me polemizu. Më u largu i polemikës. Dietar thonë sikurse Allahu përmes këtyre ditëve të haxhit e që është mundësi shumë ti me dalë për edukatës, është mundësi shumë me dalë për edukatës, për arsye se ki mundime, ki udhëtime, ki punë me lloj njeri, ka njerëz në vendeve ndryshme të botës, Allahu ka desh ta ka potencuar në fillim të ajeteve për kur flet për haxhin, që është shumë më rëndësi që në haxh me pasën edukatën që duhet me pas muslimani. Dhe i ka përmend çështjet zakonisht që ka mundësi me ndodh mes njerëzve. Polemika që ndodh për shumë çështje që mund me ndodh atje, fjalë tek xhia që mund me ndodh për shkak nervozave, edhe sjelljet tek xhia edhe veprat e shëmtuara që ka mundësi me ndodh për shkak ndoshta mundimeve të ndryshme që ka mundësi me pas haxhiu gjatë ritualit. Dashur vëllezër, kjo është është zbukurimi edhe çështja e bukur e besimtarit edhe jashtë haxhit. Ju e dini që pejgamberi ka thënë muslimani me moral të mirë e arrin vlerën e atij që falet tan natën edhe agjeron çdo ditë. E arrin çast vlerë të madhe. Para mendoni me gjithë një besimtar tash na ditën e sodit
që agjeron gjatë gjithë vitit. Ne, përveç Bajramit, po dihet. Agjeron gjatë gjithë vitit. Edhe falet natën çdo natë. Kur se lën namazin e natës, ta natën falet. Bile ka thonë pejgamberi këtë natën. A ka kësi njerëz? S'ka kësi njerëz. Edhe nuk është për sunetit, po edhe më konë kështu nuk ka kësi njerëz. Se sa është mundimi i madh shumë. Me moral të mirë ja kalon çtina. Nëse ekziston gjinjeri diku në botë, me moral të mirë ja kalon çtina. Moralin e mirë na çaq bukur e kena në fenë tonë. Që në fe tjera me pas që të mundësi e këshin festu çdo vjet. Qysh? Me qysh e ka pas moralin pejgamberi deri në detajet më të vogla që ka mundësi. Kush e ka? Cila fe e ka këta? Cila fe e ka me kallëzu pejgamberi çysh ka hungur, çysh ka pi, çysh ka netën, çysh u pastru. Çysh u pastru pe gjunubllokët. Para mënoj, domthonjë çështjet intime në shtëpi. Çdo sen, çdo detaj, domthonjë deri detaje që ty nuk ta kish marrë mendja që ka mundësi dikush me kallëzu për dikon. Ai ka pas pullat e përthekume këtu, ai ka pasën jo të përthekume. Raste caktuar që kanë kallëzu sahabët. E jo mos sen e tjera të morale që janë sjellja me njerëz që kanë publike, me Allahun, me fen, domthonjë ndryshme, me raste ndryshme. Tash do të vëzni, haxhi ta përkujton edhe një herë. Ti e bu haxhi, ke ardhur në vend të caktuar, jetu i madhru Allahun, jetu i nejt Allahut, karshi, i gatshëm, i nënshtruar, amo mund është keq ta më prish me moral të keq. Si ti shohësh njerëzit, si ti fysh njerëzit, si të bësh polemizues. Edhe ta shndrojsh fen në polemizim me njerëz, qoftë edhe në aspektin fetar, ti e ke hupën pozitën e madhe që e ke fitu kur ke qenë ato vende që është inshallah haxhi. Haxhi me të pranu haxhi. Për këtë arsye dietarët e hershëm të muslimanëve nuk e kanë përqy polemikën fe. Ka thonë të kjo polemika veç ta ngurson zemrën. Edhe ta prishë edukatën. Edhe ju mundu me largu veç kur kanë pas patjetër me debatu me dikan, atëherë kanë debatu, por ndryshe ju largu i polemikave. Për arsye se s'ka pas zakonisht, s'ka pas hajt për tyre. Ose për fjalëve të këqija, ose për gjesteve, pa lidhje, ose. Paramendon tash me shku dikush në haxh, për shembull, e them kështu, edhe ka shoh para haxhit. Edhe kur thjet masazhi shana vet. Çfarë haxha është ky? Çfarë haxha është ky? Të vonë se njerëzit një vepër të keqe që e kanë po dukshme të ti. Se kanë po që është përmisu masazhet, atëherë çish më thon ty haxhi. Ose për shembull je problem me njerëz, ke pas probleme të vazhdueshme me njerëz, shkon në haxh e ke vazhduar net. Jeti namaz. Si di kam thonë që kjo Allah do të më shkojë në haxh. Ose që thonë dëna, jo bëj që kjo s'ka nesh me shkon në haxh. Të na thonë të kont, në vend me thonë me shkollën një herë më përmisu dhe jo më mirë mos e pas shku. Se dhe me s'kan diku haxhit e ai hiç. Kurse Allahu këtë pikë përmend në ajetet haxhit në fillim të ajeteve. Pse? Se që thash, kjo është pamja e bukur e muslimanit. Mundesh me qenë brenda i bukur, por pa çit pamje e bukur del keq. Del keq, i shëmtum del. E Allahu i ka zbrit çita ajete në haxh, që më anisti çit vlerë, çit edukat të madhe, më anis me përfitu në haxh. Çfarë kur e kin dashte më vështirë. Mirë, po çfarë je më i gatshëm me praktiku. Se çfarë je nënshtruar ndaj Zotit edhe e din që çdo vepër, çdo fjalë e keqe mund me ta dëmtu haxhin, kështu që po largona. E njëjta rrugëzni. Kur thësh pe haxhi çdo vepër, çdo fjalë e keqe mund me ta dëmtu haxhin. Sa haxhi s'u veç atë kosa e konti atje. Ai ka vazhdu. E katërt edhe e fundit. Muslimanët mësojnë haxh. Madhrimi i shejtrive të Allahut. Kjo ka filluar mos zbejë mesin e muslimanëve. Që ata që përmendën në fillim, nënshtrimi ndaj Zotit me rituale të caktuara. Mi po shumë pi ritualeve që bëhen, që thash, telbie, tekbiri, vazhdimisht Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, te gurizi, tu i qyt kur, tu lëviz, tu bo telbie, dua e kështu me radhë. Kjo na tregon se na gjatë haxhit i na kanë të gatshëm me madhru çdo gjë që Allahu e ka madhruar.
Çdo gjë që Allahu e ka bëu të madhe, e ka bëu të rëndësishme. Zemrat tona me qenë të mbushura me madhrim ndaj saj. Kjo është një përmirësim më të rëndësishme në jetën e përditshme vëllazë. Nga se me praktiku një ritual fetar, me praktiku një praktik fetare, edhe me madhru, me adit venin, kjo është këtë ka dallim. Këtë ka dallim. Për shembull, ti mund të bëhu musliman që i fal 5 kohë namazit. Po mund të bëhu hajgare me namaz. Mund të kallëzon në vës në fore që bën hajgare me namaz. Kjo redon që ti nuk jetë adit venin namazit ku e ka. Ti nuk jetë e di çfarë rëndësie ka namazi. Ose mundesh me një dikan të bëhu hajgare me namaz dhe ti më kesh me ta. A mund më ndodh kjo? Mund më ndodh, ama çka kufër. Kjo mund më ndodh neve, ama çka kufër. Pse? ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah i thot në ajetet e Haxhit. Kush i madhron shenjat e Allahut, shejtrit që Zoti i ka bëu, namazi, zakati, feja në përgjithshme. Kjo është shenjë e devotshmërisë zemrës tij, që ka zemrën tamam çdo. Në jetën tonë praktike do vëllazni, shpesh bim pozita që na e nënvlerësojmë pozitën e fesë në jetën tonë. Plesh nuk e kam pasur ta. Për arsye se u kon ndoshta situata u kon pak më e kufizuar, edhe njerëzit kanë qenë më me edeb, edhe nuk kanë guxuar shumë me buhajgare me çështje të fesë, as me hi aty parë bile. Kanë hyrë ti çfarë kush e bë, ose se në fjalë ndryshme që ju trishtuan ata kur kanë një. Tash për shkak se është ka dalë pe kontrollit, edhe se cili fol çka s'mos, një pi problemeve që e kanë muslimanët është relativizimi i fesë dhe i termave fetare. Edhe i çështjeve fetare, edhe i shetrive fetare. Ç'është relativizimi? Domethënë ju bën relative. Po, unë për mua është e shejtë, po për ata s'është, po vllazni, këto janë punë tonë personale më. Ma nuk vjen ato zgjedh foton dëshirat më çka po dojnë. Që kjo është e shejtë se Allahu e ka bërë shejtë. Jo unë që e kam bërë shejtë. Edhe ai tjetër çka do të bëjë? Jo, nuk ka çka do të bëjë. Ai mund me pas mendimin e vet, pa ai nuk guxon. Por derisa na musliman jena me një mes caktuar, ai nuk guxon me i përçmuar dhe me ul shejtri që Zoti i ka caktuar. Se shumë thjesht është kjo meselë, kjo nuk është e jamja. Për shembull, e kundër ta ndodhte njerëzit. Me të shoh dikush ty, që të hatri. Idhnohesh, ka njëri që çat shumë idhnohet që nashti e ban kiamet. Kurse kjo punë personale, mundesh me fal këto. Mundesh me kesh, me thon hajde, ndoshta. Se mu mboni dom. Kurse me buaj gore dikush me fen, me kesh fen nëse tonë thu e llogarit sikur që ai ty po të kesh, ose po të kesh ty. Ai po të kesh ty në rrethën e dytë, indirekt apo direkt pe kesh fen e Zotit. Kjo nuk është zgjedhja jote tani më. Kjo është e Zotit. Sigur kur i thotë dikujt, o vëlla, fali 5 kohë namaz, ja be tha, s'po du mi fal, pse po më thotë ti? S'po du mi fal. Ti çka i thu logjikisht? Unë s'po tham, Allah i ka thonë. Allah i ka thonë, unë s'kam thonë për vete, se unë për vete s'kam nevojë ti më fal për mua. Zoti ka caktuar për muslimanin kështu. E njëjta është edhe te shejtria e ritualeve dhe shenjave të fesë. Na kur kallëzojmë që kjo është kështu dhe s'ban kështu, na nuk e tregojmë këtë anën që më thonë që na jena kokfort e jena të mbyllur e ç'është mundon me na praqit. Jo, hiç, absolutisht jo. Absolutisht jo. Na e tregojmë se ç'është Allahu i ka bëu këtë gjëra. Na s'kishim shkuar çava vllazni mos me pasku Allahu me thonë madhrone që shtëpi çto. Na s'kishim shkuar as menas mozelive mos me pas kallzu Allahu, as s'kishim gjujt gurt. Po na kena shku se i kena madhruar çdo shenja që Zoti na ka caktuar. E njëjta është edhe në jetën tonë praktike. Feja praktikohet dhe feja madhrohet. Feja është e shejtë. Çështjet e fesë nuk bëmë në përkëm, nuk bëmë kallëzu lehtë. Nuk bëmë bëu temë shumë e thjeshtë. Edhe me anis lloj mohabeti me bëu dhe me kallëzu për fe. Ose për shembull vica, shpesh po ndodh po çojnë vica, jo për xhenet, jo për xhenem, jo i kishton çto Zoti felonit, jo kishton edhe na keshim ato. Gjëna i madh është me kesh me këto vica. A shpi gjëna të mëdha. Kur të shesh të vica do të më të rridhën, do të më tutën. Me thonë subhanallah, ka arë punat e njerëz me kallëzu vica, me bëhej gore me Zotin.
A ka guxu dikush para 50 vjetë me kallëzu një civici te pleshtet tonë? Pasha Zoti më amene kishin qitë të rrepi pi odës. Pse se ata e kanë ditë që kjo është e paprakshme. Tash, po tham, jashtë fesë, jashtë muslimanëve ka njerëz që diskutojnë çdo temë, debatojnë çdo temë, edhe e kanë bërë çdo temë normale muni. Mira, çështu po në rregull është. Ç'ky kosh mendim, ç'ky kosh mendim ja fut secili. Çka të dojnë? Fol. Edhe rregull është. Mos të prishme. S'ka nevojë më prishesh. Vetë më ka thënë që në momentin që vjen puna dhe që tu unë s'moj më vazhdu me ty. As më vazhdu me ne që tu, as më vazhdu me pas mohabet me ty. Nalet kjo punë. Pse? Kjo është shetëri mua. Këtu i ke hin hak Allahit. E unë si musliman nëse s'moj më dal që të mbrojtja të përshaj musliman. Andaj do vllazni, haxhi pe pikave të rëndësishme që secili për njëve mund me pa është që e ngjall në zemrën e njeriut, zemrën e besimtarit, madhrimin e Allahut, po madhrimin e të gjërave që i ka bëu Allahu shejta dhe madhreshme. Dhe kjo na vjen më shumë ti që është tash në jetën tonë. Me madhru obligime që Zoti i ka bëu, edhe me i madhru ndalesat që Zoti i ka ndalu. Do thonë astaghfirullah, Allah na ruaj. Jo, me shka ke punë haram, jo, sa shtajgore ke punë. Që ta shka Allah e ka bu haram, që e haram është. Aja s'mu më ndru. Edhe me dishtë me ndru se në ndroj. Po, e kundër ta du të me qenë. Faktikisht, dush me mbrojtën që Allahu nëse ka ndalu një gjë, ajo është vetëm mirën e njerëzve edhe me promovu dhe me kallëzu këtë shetëri Zotit në tokë. Këto ishin 4 pika që po të qef një ndo me juve si meditime dhe se edhe po e thamë prapë si që thashë fillim, haxhi është një shkollë e cila e përfshin jetën e këtë njerëzimit. Jo vetëm jetën tonë. Për këtë arsye këtë pejgamber kanë qenë haxh. Këtë pejgamber, pejtë parit dhe të fundit kanë qenë haxh, edhe këtë musliman ky karvani ka me vazhdu me ekzistu, me qenë haxh edhe me dalë në të vendet të shkretina, edhe me kallëzu muslimant vetvetes pikëpari, edhe gjithë botës, pastaj se ata janë robë të Zotit, e lutin Allahun, drejtohen tek ai, edhe janë vetëm robë të sinqert të tij, dhe përmes kësaj robrie e tregojnë edhe ngritjen e tyre këtë botë me zemër, me shpirt, me vepra të mira, me moral të lartë, edhe me gjitha adhurimet që ata i bojnë edhe jashtë haxhit. Dashur vllazni, e lutem Zotin që kush nuk ka qenë haxh me ia lehtësu me shku sa më shpejt, edhe me i përjetu këto të mira të haxhit, me i shiju me zemër para se me shku, e masi të shkojnë, e masi të kthehet, ata që kanë shku, Allahu ja lehtësoft që me i përjetu në mënyrë të vazhdueshme mësimet e haxhit, tregimet edhe rrëfimet që i kanë marrë atje, edhe me ia lehtësu Zoti që me shku përsëri. Allahumma amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.